Këtu është horoskopi i shtun 18 tetor 2025. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Nëse duhet të flisni për dashurinë, sqaroni diçka që ju pëlqen, kjo duket si dita ideale. Një udhëtim apo një ftesë vjen pa pritur, ju e dini që kur jeni jashtë mjedisit tuaj të zakonshëm jetoni më mirë. Demi. Projektet e bashkëjetesës, ndryshimet të mundshme, fokusi është të shpenzimet për një rinovim, për një kartë apo edhe për një udhëtim. Do të detyroheni të përshtateni me disa situata që ju paraqet kjo ditë. Binjaket. Ditë më aktive dhe pozitive për shenjën tuaj. Një premtim. Situata pajtuese për dashurinë dhe disa ndihen më të disponueshëm. Gaforia. Kërkoni sqarime dhe propozime dashurie, sidomos në këto ditë të veçanta, sot nuk mungojnë as forca dhe pasioni. Ndryshimet familjare dhe shpenzimet për të mbajtur nën kontroll. Luani. Është dita më e mirë për të bërë zgjedhje të rëndësishme edhe në funksion të së ardhmes, më në fund ka ardhur koha për të vepruar, për t'u zënë. Dashuri e gjallë, përfshiu nëse dëshiron. Virgjeresha. Do të jeni në gjendje të zbuloni mjedise, njerëz dhe situata të pazakonta dhe intriguese. Nëse ndiheni më ambicioz nuk është rastësi, kërkoni deklaratën me çdo kusht. Peshorja. Është një ditë reflektimesh të mira. Nëse ka pasur vështirësi në të kaluarën, tani do të jetë e mundur të përjetoni diçka të re dhe të hidhni kujtime të pakëndshme në plehra. Akrepi. Situata e afeksioneve familjare është më e qëndrueshme. Emocionet e zemrës vlen ari. Shigjetari. Kini kujdes që të mos mërziteni për një gjë të vogël. Ju mund të nxirrni zemërimin e partnerit tuaj. Një sqarim i rëndësishëm është i nevojshëm në familje. Britsjapi. I shkëlqyer si kur më parë, ju shijoni një ditë veçanërisht të gjallë. Në dashuri do të gjeni ëmbëlsinë. Takime speciale, mos u mbyllni në shtëpi, rikonfirmime gjatë rrugës. Ujori. Këtu më në fund jeni në kulmin e aftësive tuaja. Krahasuar me disa kohë më parë ju keni bërë një rrugë të gjallë. Marrëdhëniet tashmë të rrezikuara mund të kenë implikime pozitive për të ardhmen. Peshqit. Shkaftësi dhe freski e mirë fizike, ndiheni të stimuluar për t'u çliruar nga disa detyra që ju kanë dhënë mjaft probleme dhe shumë për të bërë, veçanërisht kohët e fundit. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.